Ndërmarrja e re Banja e Pejës, Hotel Onyx dhe i ligje SHPK ndodhet në Banjë, komuna e Istogut, regioni Pejës, rreth 90 kilometra prej kryeqytetit Prishtina. Daton prej vitit 1936, kur edhe u ndërtua hoteli i parë, Hotel Iligja, si një institucion rehabilitues, i cili përdor ujin e ngrohtë natyral mineral nga burimi i saj. U zgjerua edhe me 3 hotele tjera për të ofruar shërbime mjekësore, rehabilituese dhe terapi fizikale. Ndërmarrja e re shtrihet në një sipërfaqe toksore për afërsisht 26 hektar, duke përfshirë rreth 38.000 metra katror sipërfaqe të objekteve. Kompleksi përfshin 4 hotele dhe objekte përcjellëse, prej të cilave hotelet funksionale janë: Hotel Termal me kapacitet prej 180 shtretër dhe sipërfaqe prej 8.000 metra katror. Hotel Iligja me kapacitet prej 49 shtretër dhe sipërfaqe prej 1.800 metër katror. Ndërsa 2 hotelet momentalisht jashtë funksionit janë: Hotel Onyx me kapacitet prej 338 shtretër dhe 22.000 metër katror. Hotel Park me kapacitet prej 120 shtretër me sipërfaqe prej 6.000 metër katror. Shërbimet kryesore të këtij rezorti janë: tretmani për hidroterapi, parafinoterapi, elektroterapi, kineziterapi, fototerapi dhe ushtrime fizioterapeutike. Ndërsa gjithashtu përfshin pishinën e mbyllur të madhësisë olimpike dhe shumë pishina për terapi që janë të furnizuara me ujë të Iligjës. Të gjitha këto asete mund të jenë të përdorshme duke bërë investimet e duhura. Burimi unik i ujit mineral dhe trajtimi i shumë sëmundjeve e bën këtë rezort si shumë të përshtatshëm dhe atraktiv për investitorët vendor dhe ata të jashtëm. Bazuar në përmbajtjen e ujit, mund të cilësohet si burim unik i ujit mineral sulfurik karbonik me kapacitet 18 litër në sekond, apo 1.5 milion litër në ditë. Temperatura e ujit në burim është 49 gradë Celsius. Profesionistët mjekësor pohojnë se këto ujra kanë fuqi shëruese për reumatizëm, kancer, artrit, sëmundje të zemrës dhe të ngjashme, sëmundjet inflamatore, sëmundjet degenerative, sëmundjet e nyjeve, sëmundjet metabolike, sëmundjet e çrregullimeve nevralgjike, trajtime traumatike dhe pas operimit, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet dermatologjike dhe çrregullimet ginekologjike. Veçoritë operacionale të banjës gjatë 5 viteve të fundit janë: rreth 1 milion euro të hyra vjetore. Mesatarisht janë realizuar 37.500 qëndrime ditore në 2 hotelet në funksion. Mesatarisht 9.500 vizitor kanë vizituar qendrën e rezortit, nga të cilët 5.000 qëndrojnë në hotele dhe 4.500 vizitojnë vetëm mjedisin ku ofrohen trajtimet mjekësore. Rezorti funksionon në sezon të plot prej 7 muajsh, maj-nëntor. Prandaj, mund të konsiderohet se Hotel Onyx Banja e Pejës dhe Iligje ka një bazë të qëndrueshme të klientëve besnik për shkak të reputacionit të saj, kryesisht për arsye mjekësore. Duke bërë investime të përshtatshme dhe duke shfrytzuar infrastrukturën ekzistuese, ekziston mundësia për shndërrimin e Iligjës në qendër rekreative dhe shëndetësore me restorante, qendra sportive, pishina dhe objekte përcjellëse.